Ky që po shihni mbas pinëstime dhe rreth rrotull është një prej burgjeve më të sigurt të Europës, një prej 5 burgjeve më të vjetër të Italisë dhe burgu i vetëm ku askush nuk ka arritur të arratiset në jetën e tij. Është një godinë e cila ka shërbyer si burg për 200 vjet me radhë. Është ndërtuar në vitin 1795 dhe ka mbaruar funksionimin në vitin 1965, para se të tregoj për historinë e tij, po ju tregoj një sër qelish. Kjo është një prej qelive të burgut. Burgu ka diçka shumë interesante, ka një formë rrethore rreth e rrotull, ndërkohë që të gjitha qelit shohin oborrin e brendshëm, po asnjëra prej tyre nuk arrin të shohë detin. Burgu është i vendosur në majën e një shkëmbi që shef përballë ishullin e Ventotenes, dhe shkëmbi vet, nëse mund të quhet e tillë, është ishulli i Santo Stefanos. E vetmja mënyrë për të depërtuar drita e diellit janë 2 dritaret lart, ndërkohë që dera disa herë mbyllej me siguri të 2 fisht. Kjo qeli, që e cila duhet të jetë diku tek 12-13 metra katror, shërbente për 10 të burgosur, duke pasur njëkohësisht dhe hekurat ku ata duhet të lidheshin në qoftë se bëj fjalë për të burgosur të rrezikshëm. Kishte doppio mbyllje, pra mbylljen e parë me rrjet dhe mbylljen e dytë me derën e hekurit komplet. Pra imagjinoni, një burgosur duhet hapte 2 dyer, ose gardianët duhet i hapnin 2 dyer për të sjellë të burgosurin, për të nxjerrë të burgosurin jashtë, që të bënte një lloj ajrimi në atë oborr atje, prej ku rojet që ndronin si mbrojtje. Ndërkohë burgu po rikonstruktohet dhe një helikopter shkon dhe sjell materiale ndërtimi. Kjo është banja e të gjithë katit. Një banjë vetme me një WC dhe me një lavaman. Uji vinte nga puset e ndërtuara nga romakët, thuaj se 2000 vjet më parë, ishte e vetmja WC e gjithë burgu gjigant, ndërkohë burgu po rikonstruktohet, shifeni se si transferojnë materialet, se është shumë interesante. Materialet merren me helikopter. Nga këtu, materialet që kanë mbaruar punimet, ndërkohë që vinë me helikopter materialet e tjera. Qeveria italiane ka vendosur një vlerë prej 80 milion euro investim për ta kthyer në një qendër europiane për arsye të historisë që ka, por po vazhdoi sërish. Kjo është banja e vetme e katit, ndërkohë që janë disa qeli të vogla të tjera në të cilat shiheni, kishte mundësi të shihej dritën e diellit. Është kjo qeli e cila me doppio hekur, shiheni se sa janë hekurat të vendosura në 1700-ën dhe me hekurat e dytë përtej kishte mundësi drite, sepse qelia nuk mund të merrte dritë nga kjo anë, ishte e mbyllur, dhe këtu është edhe një qeli tjetër ku mund të shihni shtratin e vendosur. Është ku është shtrati, kjo është një qeli ku duhet qëndronin 4 veta, është sërish nga ky tip qelie, pra që vinte nga këta anë, thash, burgu ishte i tmerrshëm. Rojet qëndronin në pjesën qendrore, në pjesët e sipërme, unë do zbres poshtë tani t'ju tregoj gjithë pjesën si largoi, ishte në formën e gjysmërrethit. Shiheni se si është pjesa rrethore e të gjithë burgut, ndërkohë në mes është zona e ajrosjes. Keni parasysh që burgu ndërtua për kriminalët më të rrezikshëm të Italisë, por pak nga pak shive se si është, u kthye në burgun më të rëndësishëm politik italian gjatë më shumë se 150 vjetëve. Në fillim gjatë periudhës së rilindjes italiane, të gjithë patriotët e Bashkimit Italian u burgosën nga mbretëria e Napolit në këtë burg, ndërkohë që pjesa tjetër e të burgosurve politik filloi me fashizmin. Në këtë burg ishte i burgosur Sandro Pertini, presidenti i ardhshëm italian dhe presidenti më i dashur për italianët pas lufte. Burgu thash po rikonstruktohet. Shihni se si janë qelit të vendosura në 3 kate, një godinë ndërtuar 230 vjet më parë. Në 1795-ën, 230 vjet më parë, shërbeu si burg deri në vitin 1965. Askush nuk mundi të arratisej nga ky burg i sigurisë lartë, ku të veç oborrit parë, pra të brendshëm ku rrinin, shiheni se sa dyer duhet kaloje. Është dera e dytë e burgut. Ndërkohë ishte dera e tretë, do të thënë dyert e para ishin ato të qelive. Dera dytë, dera e tretë
dera e madhe e 4, shiheni, dera e 4, me gjithë hekurat sipër, këto janë pjesat administrative besoj tani, dera e 5, që ishte kjo këtu, por prap nuk është akoma fundi i saj. Duke ecur në këtë drejtim, mund të kuptosh që për të shkuar deri poshtë, apo kaloj këtu se mund të duket, për të shkuar deri poshtë, ose duhet të shohësh që ka dhe një rrethim të dytë, akoma më të madh. Pra 5 dyer janë vetëm këtu. Ndërkohë që burgu kishte edhe këtë pjesë, është godina e administratës së burgut. Dhe nëse vjen në këtë drejtim, mund të kuptosh që burgu kishte edhe një rrethim tjetër, erdhi prapë helikopteri. Ja edhe dyert e tjera të rrethimit, derë tjetër për të kaluar, dhe prapë nuk është e fundit. Ja ku vjen muri tjetër pasi të kaloje këtë, pra që i bie tjetë dera e 7, dhe ndërkohë po të shkosh poshtë, do shohësh që për të arritur në det është dhe një mur tjetër. Kjo është, këto janë shkallët e brendshme të kullës burgut, që është në rekonstruksion, shije si qënë ka. Shkallët e brendshme të burgut, që po rekonstruktohet, të çojnë deri sipër për të parë pjesën, se përballë është shtëpia e drejtorit burgut. Përballë shtëpia e drejtorit burgut, tani do të tregoj se përveç 7 dyerve që pat, ka dhe një tjetër rrethim i cili nuk të lejon të hysh në këtë burg, që me këtë pamje ka qenë burgu më i famshëm italian, më famkeq i Italisë. Ky është drejtimi nga shkohet për t'ju dhënë një pamje më të plotë të burgut. Nëse shkojmë në këtë drejtim, do shihni që burgu ka edhe 3 rrethime të tjera deri në fund ku është moli, shi edhe mënyra si është ndërtuar, duket që është një ndërtim 1700-s, dhe për t'u arratisur më pas, nëse arrihet dilje në atë breg pas 10 dyersh, duhet notoje 1.5 milje, pra rreth afërsisht 2.4 kilometra, për të arritur në ishullin përballë, ishullin e Ventotenes, ku po atje të prisnin rojet që qëndronin në kështjellën mbi Ventotene. Këtu mbedeshin rojet, ishte një burg ku arratisja ishte e pamundur, të kujton disa prej filmave të fundit famshëm Netflix, sepse të arratisësh nga ky burg ishte, thash, thuajse e pamundur, por njëkohësisht ishte një burg i cili ka mbajtur personalitetet më të rëndësishme italiane, por dhe shqiptare të kohës. Këtu është edhe pllaka përkujtimore. Për pak kohë, burgu do kthehet në një qendër europiane, pra midis tyre mureve në vitet 1800 kanë vuajtur baballarët e rilindjes italiane, ndërsa regjimi fashist burgosi këtu Sandro Pertinin, presidentin e Republikës Italiane. Sandro Pertini në fakt jetoi 94 ose 96 vjet në mos gaboj, ai pa rënien e fashizmit, pa Europën e Bashkuar, tezat kryesore të cilës janë hedhur në këtë burg. Ndërkohë, për ta mbyllur, po ju tregoj edhe një herë pamjen që burgu ka në raport me pjesën tjetër të ishullit, pra me ishullin e Ventotenes. Shifeni, kjo është shtëpia e drejtorit burgut, ose zyrat qendrore dhe shtëpia ku qëndronte ai. Ajo është dera përfund tjetër e daljes dhe përballë është ishulli i Ventotenes. Që ta arratisesh nga ky shkëmb mbi në detin Tiren ishte thuajse e pamundur. Ndërkohë përballë është ishulli i Poncës, ku ka qenë i burgosur dhe Benito Mussolini. Ky ishte burgu më i frikshëm, po kthehem për të treguar më i frikshëm që Italia kishte, një burg nga i cili askush s'arriti ta arratisej dot.